Tetova u zgjua në ditën e dytë të festës së Fitër Bajramit me rrugë të boshatisura dhe me shumë pak njerëz që frekuentonin pjesët qendrore të qytetit. Duket si qetësi para fortunës, mbase për shkak se qytetarët në ditën e parë të Bajramit kanë nevojë për të pushuar. Por në orët e pasdites pritet të rritet fluksi i lëvizjeve. Shumica do të vazhdojnë vizitat e Bajramit nëpër familje që nuk kishin mundësi t'i bëjnë gjatë ditës së parë, shkaku se Bajrami rastisi në ditën e xumë. Në ditën e dytë të festës së Fitër Bajramit, Tetova u zgjua me temperaturë të ulët. Sipas meteorologëve, mot më i ftohtë ka mbretëruar në kodrën e diellit me -7 gradë Celsius, por bashkë me Fitër Bajramin mbriti dhe stina e pranverës. Nisi dje në orën 15:46 në hemisferën veriore, kurse në atë jugore filloi vjeshta. Sipas astronomëve, pranvera fillon me ekuinoksin pranveror, momenti kur dita dhe nata janë pothuajse të barabarta kudo në planet. Kjo është pika kur dielli kalon mbi rrafshin qiellor të ekuatorit dhe që nga dje në hemisferën veriore fillon të mbizotrojë drita. Pranvera do të zgjas 92 ditë deri në 21 qershor në orën 10:24, kur sipas kalendarit nis vera. Kjo periudhë karakterizohet me rritjen e temperaturave, ditë me më shumë diell dhe me gjelbërim intenziv të natyrës. Më 29 mars do të nisë dhe llogaritja verore e kohës. Fundi i shumë pritur i dimrit është afër, por moti në këtë periudhë ditë të surprizojë me ulje të ndjeshme të temperaturave, por dhe me rreshqje të dëborës.